Orgest Musaku, fermier i ri nga fshati Zhelizhan i njësisë administrative Allka i Bashkia Lushnje, është një ndër shembujt më pozitiv të djemve të rinj të zonës së Myzeqes që zgjedhin të kthehen nga emigracioni dhe të investojnë në tokën e tyre. Pas disa vitesh emigrimi në Itali, ku ka punuar në sektorin e bujqësisë, Orgesti është rikthyer për të ngritur nga e para një plantacion pemtarie në vendlindje. Me përvojën e fituar jashtë dhe me përkushtimin e plot, ai ka mbyll një sipërfaqe për 1,2 hektarësh me pemtari, e gjitha tokë në pronësi të tij dhe synon të zgjerohet dhe me 1 hektar tjetër me qera për të rritur kapacitetin prodhues. Produktet e tij janë të destinuara kryesisht për eksport, duke kontribuar jo vetëm në ekonominë familjare të tij, por edhe në ekonominë lokale. Në punën e tij, ai promovon produktet në tregjet ndërkombëtare, duke treguar se potenciali bujqësor i zonave rurale është real dhe i prekshëm. Në ditët e vjeljes së prodhimit, fermën e Orgest Musakut e vizitoi edhe kryetaria e Bashkisë Lushnje zonja Eriselda Sefa, e cila vlerësoi punën dhe përkushtimin e këtij të riu, duke e cilësuar si një shembull frymëzues për të gjithë të rinjtë e zonës. Orgesti është një djalë punëtor që ka zgjedhur të investojë në fshatin e lindjes dhe të japë një drejtim të sigurt të ardhmes së tij në vend, përmes bujqësisë së qëndrueshme dhe prodhimit cilësor, u shpreh kryebashkiaja Sefa. Synimi i Orgestit është të zgjerojë më tej aktivitetin e tij në fushën e pemtarisë dhe të zhvillojë një model fermeri të qëndrueshëm me standarde të larta cilësie dhe prodhim të qëndrueshëm. Orgest Musaku mbetet një nga shembujt më të mirë të sipërmarrjes së re bujqësore në Lushnje, një model që tregon se kthimi në vend mund të jetë jo vetëm i mundshëm, por edhe i suksesshëm.